Kombëtarja e vajzave shkroi një tjetër faqe të rëndësishme në historinë e saj duke triumfuar me rezultatin 5-2 ndaj Malit të Zi në stadiumin Loro Boriçi dhe duke siguruar kualifikimin në raundin e parë të play-offit kualifikueseve të Botrorit 2027. Vajzat kuqezi zhvilluan një paraqitje të shkëlqyer në drejtimin e trajnerit Armir Grima, duke përmbysur rezultatin dhe dominuar takimin. Golat e fitores u realizuan me Gidoçi me dopjet, Fortesa Berisha, Gresa Berisha dhe Arbiona Bajraktari. Fal kësaj fitore edhe 3 pikëve ndaj Malit të Zi, Shqipëria e siguron kështu kualifikimin dhe konfirmon qëndrimin në Ligën B, duke vendosur një rekord të ri, pasi për herë të parë grumbullon 7 pikë në një grup të Ligës B. Loro Boriçi gjithmonë t'jep emocione, t'jep suksese, t'jep kënaqësi dhe është privilegj me luajtur ky stadium realisht. Por ishte një fitore që na shpërblej mundin që kena bërë për këtë eliminatore. Meritoshin këto vajza, se kanë punu shumë, kanë djersit shumë, kanë marrë pikë të rëndësishme dhe këtë tregon një rritje për ekipin tonë kombëtar, që është falë këtyne vajzave dhe mundit dhe sakrificës tyne. Për këto që kena bërë këto eliminatore, besoj që jam shumë i kënaqur. Kena pas mundësi prapë me bërë ndoshta në një ndeshje edhe më mirë, por përfundimi është fantastik për ne, kena qëndruar po thojmë në Ligën B dhe pretendojmë që të jemi në play-off të kampionatit botëror. Për këto gjitha vajzat për lojën që bën, për mundin që kena bërë, sepse realisht gjithashtu edhe stafin me krye Armir Grimën për punën e jashtëzakonshme, për mbështetjen e jashtëzakonshme, edhe shpresoj të vazhdojmë kështu me fitore. Ndjej gjithmonë kënaqësi kur luaj në Loro Boriçi, është një fushë që kam shënuar në Champions, kam shënuar me ekipin kombëtar, edhe shpresoj të vazhdoj të shënoj. Këtu nuk duhet lë pa përmend edhe tifozët e mrekullueshëm Shkodran, dhe kisha dëshirë shumë që të ishin edhe më tepër në shkallët e stadiumit, për gjithë ata që ishin, falenderoj shumë për mbështetjen. Është një krenarie e madhe, me thënë drejtën, kam fillu që vogël te Jubani, kam pas mundësinë me dal jashtë për shku në Itali dhe sot e kësaj dite vazhdoj atje. Rezultati meritur nuk e kena fillu mirë, ashtu si ç'dohet me thënë drejtën në fillim, po rëndësishme është që morëm atë rezultatin që po kërkonim. 5-2 është një rezultat i drejtë, se bëm lojën në pjesë dytë, sidomos bëm lojë të mirë. Ky është objektivi jonë që në fillim, dhe ja rritme, më mirë s'ka. Kjo arritje e vajzave të kombëtares konfirmon progresin e futbollit të vajzave në vendin tonë. Tashmë Federata Shqiptare po punon me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit me qëllim futjen e futbollit të femrave në shkolla, kjo me synimin për ta masivizuar atë. Jemi duke punuar në disa fronte, nuk jemi duke punuar vetëm me ekipin e parë, me kombëtaren A të vajzave, jemi duke punuar edhe me 19 vjeçaret, 17 vjeçaret, jemi duke punuar me skautimin dhe jemi duke punuar me masivizimin e futbollit të vajzave, pothuajse në të gjithë Republikën, pra që të ketë vëmendjen e të gjithë strukturave, dhe për këtë kemi kërkuar ndihmën edhe të Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Sporteve që ta fusim futbollin e vajzave edhe në shkolla. Kam përshtypjen që vitet që do të kemi përpara do të jenë më entuziaste, duke parë edhe interesimin shumë të madh që kanë tashmë edhe vajzat për të përqafuar lojën e bukur të futbollit. Rrugtimi i kombëtares do të vijojë në Ligën B dhe në kompeticionet e ardhshme të UEFA-s, ndërsa me 18 qershor vajzat kuqezi do të mosojnë kundërshtarin e tyre në raundin e parë të fazës play-off të Kupës së Botës Brazil 2027, duke vazhduar të ëndërrojnë dhe të përfaqësojnë densi Shqipërinë në arenën ndërkombëtare.